Aty dhe I thash që jemi mua po jemi Laertin. Se me Rozanën, okej, ke mbajt paka shumë. Ja kam kuptuar qëndrimin. Neutral dhe me Rozanën, shumica. Shumica, po, I evidenton ato, po në formë shakaje. Po, nuk ja thonë ta ma si sulm, ta thotë, shka ti kështu bam në kohë. Nuk ja bën as ato, me thënë kështu që mu duken paka shumë, se dhe ti dhe Kelly bajtë të njëtët pozicione, më kupton? Në shtëpi, ishit njësoj me të njëtat qëndrime. Pa divan, po. Po, dhe ti dhe Kelly. Tash I dhe Josi, prandaj Dhe Danja. Dhe Danja pra, të gjithë, ju jeni elektronat të lirë për mua në shtëpi. Se ju quheni elektronat të lirë, që nuk keni një qëndrim, një pozicion të qartë. Po, një pozicionim. Por që jeni në atë, ndoshta në atë garën për me njëri tjetrin, nuk e di. Se si do me thënë, se si e shikoni këtë gjë. Prandaj zë të isha futur në këtë gjë me ty. Prandaj unë nuk duhet isha futur në këtë gjë me ty. Unë të kisha punë fare. Jo, një sekond. Edhe çështja e sulmit, me qenë se keni e latë, po themi, në atë orët e vonat natës, që okej, nesër do merremi me Gertën, u morët, e thatë, u zbulua që nuk ishte ndonjë top nëpërmjet meje dhe Jozit, madje Jozi faktikisht ndonjëherë dhe ka ardhur, më ka thënë, ça mund të bëjmë në gjë shtëpi kështu. I kam thënë Jozi pas asaj rrengut që bërë nuk ta kam besën. A kupton? Kështu që nuk kam qenë shumë e afrueshme në jo me muhabete kot për qeshur, se për qesh dhe do qeshim ndonjëherë, por nuk kam qenë me ide dhe me bashkëpunime lojrash po themi, bashkëpunime skemash po I quajmë shumë, sepse mu skemat nuk është se më pëlqejnë shumë. Nuk edhe nuk ecën të më Jo, nuk pëlqejnë se edhe zbulohen. Dhe nuk ja vlen. Kështu që ai me Jozën më shaj qartë. U tregova I qartë. Ndërsa ti, problemi ty ishte vetëm tek qëndrimi që patë me Jozin. Jo, që orë edhe ti me Jozën po çfarë të dush. Në fund fare. E kupton? Unë kam të drejtë them si Gert që Lori ti kur kemi biseduar bashkë kemi thënë këtë, ti ke vepruar kështu, në fund fare doli kështu, nëse na duhet ta bisedojmë këtë gjë. Marrëdhënia jote me Jozin është e jotja. Mua nuk më ndikon.